A mund të quhet si një formë qetësimi nga kjo botë, pasi pjesa e varrit si formë qetësimi ose rahatie nga kjo botë për besimtarin? Po, s'ka dyshim. Largimi i besimtarit nga jeta kësaj bote është qetësim për të rahati. Por s'ka as votim, as stres, as apo ushqimi, apo dritat, apo borxhi, apo kështu, apo thaj, apo erdhën, ikën valla. Ra ero e ngrit, ikën valla, alhamdulillah, qetësi. Wal mautu khairun lil mu'min. Vdekja është më e hajrit dhe më e mirë. Nëse ja jep Zoti, se mos thot dikush, nëse që ka më e hajrit, nëse ja jep Zoti, nëse vjen prej Allahut është më e hajrit. Kështu që është e vërtetë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mustarahun au mustarahun minhu. I rahatuar nga kjo botë ose të rahatuar njerëzit për vdekjes tij. Pra njeriu kur vdes, ose është i rahatuar nga kjo botë, ose i rahatohen gjallësat prej tij, se prezenca e dikujt në një vend mund të jetë sebeb që mos bjerë shi. Për një personi, për kafshës, gjithë spinë ujë. Kështu që vdes ai bën rahat gjithë. Bjerë shiu e bjerë bora, kthehet edhe herë jetë normalitet. Edhe themi ne pse kanë nxehje globale. Sa të tillë kanë mesin tonë.